Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Një javë pas arrestimit lirohet nga paraburgimi Gjesti. Besart Kelmendi, i njohur si Gjesti, është liruar tashmë nga paraburgimi një javë pas arrestimit të tij në Prishtinë. Gjesti ishte arrestuar më herët në ndyshimin për armbajtje pa leje, ndërsa pas intervistimit ishte dërguar fillimisht në mbajtje për 48 orë. Më pas, ndaj tij ishte caktuar masa e paraburgimit prej një muaj nga gjykata themelore në Prishtinë me kërkesë të prokurorisë. Sipas dyshimeve të ngritura, ai akuzohej për disa vepra penale, përfshirë kanosje, asgjësim apo dëmtim të pasurisë, si dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Megjithatë, burimet bëjnë të ditur se pas një jave qëndrimi në paraburgim, ndaj tij është ndryshuar masa e sigurisë, duke u liruar për të mbrojtur në procedurë të rregullt. Rasti ndaj këngëtarit pritet të vazhdojë me organet e drejtësisë. Bëhet me dije se gjykata themelore në Prishtinë ka nxjerrë sot akt vendimin për ndërprerjen e masës së paraburgimit ndaj Gjestit, mbi një javë pasi u ndalua mbi dyshimin për incidentin te kompania Onima. Ankesa nuk e shtyn ekzekutimin e këtij vendimi, thuhet në dokument. Avokatët kanë konsideruar se në bazë të nenit 159 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, i cili përcakton parimin e proporcionalitetit në caktimin e masave të sigurisë, paraburgimi nuk ka qenë në masë proporcionale.